Nga skenat e botës drejt altarit të dashurisë, Dua Lipa jep fund beqarisë. Vajza jonë shqiptare sapo ka hedhur hapin më të madh në jetë, ato të martesës, një nga emrat më të mëdhenj të skenës botërore dhe krenaria e shqiptarëve, Dua Lipa ka nisur një kapitull të ri. Ajo ka kurorzuar dashurinë e saj të madhe me aktorin britanik Callum Turner në një ceremoni intime dhe elegante, e cila u zhvillua në Londër. Mes emocioneve, buzëqeshjeve dhe pranisë së njerëzve më të afërt, çifti ka shkëmbyer betimet në bashkinë e Old Marilobon, duke i dhënë zyrtarisht fund statusit të beqarisë dhe duke nisur rrugëtimin e tyre si bashkëshort. E bukura Dua rëmbeu vëmendjen me paraqitjen e saj të sofistikuar, e veshur me të bardha, ndërsa ploti jeshim mbante në duar doreza elegante dhe një kapele që i jepte një prekje klasike pamjes së saj. Në krah të saj qëndronte Callum Turner i veshur me një kostum blu të errët dhe kravat në të njëjtën nuancë, duke kompletuar në mënyrë perfekte një nga ditët më të rëndësishme të jetës së tyre. Pas ceremonisë, të afërmit dhe miqt më të ngushtë të çiftit u rishtuan tek shkallët ku pritën të sapo martuarit me duar trokitje dhe konfeti shumë ngjyrshe. Në atmosferën festive dhe me surimeve të ngrohta, çifti u largua me një taksi tradicionale londineze, duke shijuar momentet e para si burrë grua. Megjithatë, kjo ceremoni e thjesht ishte vetëm fillimi. Sipas raportimeve, Dua dhe Callum po përgatiten për një tjetër festë madhështore, cila do të zgjas 3 ditë dhe do të mbahet në Sicili, ku pritet të mblidhen emra të njohur të botës së muzikës dhe kinemas. Në listën e të ftuarve thuhet se figurojnë artistë të njohur të skenës ndërkombëtare, ndërsa nuk mungojnë as spekulimet për surprizat veçanta muzikore. Burimet pranë çiftit kanë bërë të ditur se organizatorët janë menduar deri në detaj me ambientet luksoze të rezervuara posaçërisht për këtë ngjarje që pritet jetë një nga dasmat më të komentuara të vitit në botën e showbizit. Nga skenat më të mëdha të botës deri tek dita e saj më veçantë personale, Dua Lipa vazhdon të shkëlqej. Këtë herë jo me një hit të ri muzikor, por me historinë e bukur të dashurisë që tashmë është kurorzuar me martesë. Një detaj që ka ngjallur kuriozitet të madh lidhet me fustanin e nuses. Sipas raportimeve, stilisti i famshëm francez Simon Porte, Jacques Aimé, themeluesi i markës së njohur Jacques Aimé, besohet se ka krijuar të paktën një prej fustaneve që Dua do të veshë gjatë festimeve të dasmës, duke e bërë paraqitjen e saj edhe më të shumë pritur nga mediat dhe fansat. Historia e dashurisë së çiftit ka qenë një nga më të komentuarat në showbizin ndërkombëtar. Lajmi për fejesën e tyre u bë publik në fund të vitit 2024, kur Callum Turner i propozoi martesë Duas pas rreth një viti lidhje. Më vonë vetë këngëtarja konfirmoi fejesën në një intervistë për British Vogue, duke folur hapur për emocionet që po përjetonte. Në atë kohë Dua po përmbyllte turneun e saj gjigant Radikal Optimizm me 81 koncerte dhe sukses të jashtëzakonshëm në mbar botën. Duke folur për planet e martesës, ajo kishte rrëfyer se po shijonin periudhën e fejesës pa nxituar drejt altarit. Dua të përfundoj turneun tim dhe Callum të mbyll angazhimet e tij profesionale, ndaj po e shijojmë këtë periudhë. Ishte shprehur artistja. Madje ajo kishte treguar se kur nuk ishte qenë personi që ëndërronte për dasmën apo për ditën kur do të bëhej nuse. Nuk kam qenë kur dikush që e ka menduar shumë martesën apo se çfarë nuseje do të isha, papritur e gjeta veten duke menduar çfarë do të vesh, kishte thënë ajo me humor. Megjithatë, përtej ceremonisë dhe detajeve luksoze, ajo që emocionoi më shumë këngëtaren ishte vetë kuptimi i martesës, vendimi për t'u plakur së bashku, për të ndërtuar një jetë të re dhe për t'u bërë miq më të mirë përgjithmonë. Është një ndjenjë jashtëzakonisht të veçantë, kishte rrëfyer Dua. Një nga detajet më prekse të historisë së tyre lidhet edhe me unazën e fejesës. Këngëtarja zbuloi se Callum e kishte dizajnuar posaçërisht për të, duke u konsultuar me motrën e saj Rinën, e cila pritet të ketë një rol të veçantë në ceremoninë festive si një nga shoqërueset e nuses. Jam e fiksuar pasaj, është kaq shumë unë. Është e mrekullueshme të dish se personi me të cilin do të kalosh pjesën tjetër të jetës të njeh kaq mirë, ishte shprehur ajo. Ashtu si mikja e saj e ngushtë, edhe Dua zgjodhi që fillimisht të formalizonte martesën në një ceremoni civile në Mbretërinë e Bashkuar përpara se të festonte me një organizim luksoz jashtë vendit.